Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin, përsëri në emisionin e 5. Sonte kemi një të ftuar special. Them special sepse ka bërë një luftë madhe për zhvillimin e demokracisë brendshme Partinë Demokratike. Nuk ja doli sigurisht sepse tashmë dihet që partitë politike në Shqipëri janë parti klanore ose SHPK, siç thon shpesh, dhe nuk ka zhvillim të vlerave demokratike dhe zhvillimit demokratikisë brendshme. Kemi sonte pra zotin Edvin Kulluri, që është kandidat për Aleancën Djathtas për Zhvillim në Vlorë, në qarkun e Vlorës, dhe do të rrafim temën e të djathtës që do të kisha dëshirë ta diskutoja me zotin Kulluri si një përfaqësues në media dhe në politikë që pretendon se në Shqipëri do zhvilloj të djathtën dhe a ka të djathtë në Shqipëri, dhe pastaj do të folim sigurisht edhe për zgjedhjet se jemi në fushat elektorale. Zoti Kulluri, mirëmbrëma. Syçi, faleminderit për ftesën. Unë tras Syçi, jo Ilir, se një jemi shpejt. Ja ku e ke. Se një jemi shpejt. Po ja, me Syçi njohin më shumë. Dhe zoti Kulluri, ju keni partinë tuaj që keni krijuar, njerëzit që dolën nga Partia Demokratike, Djathtas 1912 dhe koalicionin Djathtas për Zhvillim. Me Dashe. Me Dashe, po, një përfaqësues i DEN, po. Unë doja t'ju pyes ju si njëri që e njihni edhe teorinë e të djathtës, se unë kam një jo pikpyetje, më shumë se pikpyetje, që në Shqipëri nuk ka pas të djathtë dhe nuk ka pas kushtet, duke pas parasysh edhe historinë të djathtës në botë, që fillon me revolucionin francez, me revolucionin industrial në Angli, jo me francezin. Jo, fillon me revolucionin francez e djathta, prandaj u nda dhe e djathta e majtë, sepse ato që rrinin djathtas në po jo parlament. Me francezin, ka filluar me. Nëse do diskutojmë. Që rrinin djathtë parlament, mbronin monarkinë, mbronin fisnikët, mbronin këto, domethënë historikisht. Okej, ka lidhur në Angli djathta, në fakt. Djathta ka lidhur, po termi djathtas është në Francë. Nëse te kalojmë, se unë jam pedagog i historisë mendimit politik dhe jap. Prandaj edhe po ta pyes këtë pyetje, po. Po, ndoshta jam gabim, po unë di që termi djathtas ka lind në kohën e revolucionit francez, ato që mbrojshin monarkinë, latifondistët, fisnikët dhe këta që bëjshin revolucionin, reformat e tashti. E pak rëndësishme, ju jeni më kompetent për këtë punë, nuk diskutohet, tash më thuaj, ka mundësi të më thoni kur kanë qenë dhe ku kanë qenë kushtet për të zhvilluar të djathtën në Shqipëri. Se ne s'kemi pas fisnik, kemi pas një lloj monarkie, nuk kemi pas zhvillim industrial. Domthon, si profesor i kësaj lënde, a ka mundësi të më shpjegoni, ju mendoni se ka pas të djathtë në Shqipëri dhe a shkrijuar djathta në Shqipëri, sidomos kur bëhet fjalë mas komunizmit me 90-ën, që është partia komuniste, mirë ata se një komunist kishte kry, Partia Demokratike që pretendon se përfaqëson të djathtën në Shqipëri. Atëherë unë do merrem do 30 vite të djathtës, nuk do merrem me periudhën para komuniste, sepse kam pikpamje krejt tjetër. Shqipëria ka pasur një elitë shumë dinjitoze, që ka marrë përsipër që nga të paktën që nga kryengritja e Tanzimatit të merrte fatet e vendit në dorë për të pavarësuar dhe për të krijuar një shtet shqiptar. Kemi lidhjen e Prizrenit, një përpjekje shumë e madhe, disa kryengritje të tjera, derisa arritën pikun me 1912. Po kanë lidhje me të djathtë këto? Meqenëse pyetës kemi pas elitë, po them që kemi pas një elitë, po dakord, po tjetër, nëse kanë qenë familje të mëdha, kanë qenë familje pronarësh, kanë qenë familje patriotësh, kanë qenë familje të edukuara, të shkolluara. Unë do të them vetëm një fakt sot. Nuk po flas për familjen time. Po flas për familjen e bashortes time, e cila është një nga mbesat e Mehmet Pash Dëradhës. Një nga familjet më të shquara të Maqedonisë Veriut, pjesën shqiptare, që kanë shkrirë pasurinë, kanë dhënë jetën për të vend. Dhe janë me dhjetra firmtar të pavarësisë apo njerëz që kanë luftuar për shkollat shqipe, për alfabetin e manastirit, me shumë ngjarje. Dhe këta kanë qenë nacionalizëm. Jo, kjo është patriotizmi, kjo është djathta. Nëse duam të flasim patriot. Nëse flasim për ta, nëse flasim për ca xhepistat sotën, edhe të majtë djathtë, unë them që nuk ka të majtë djathtë sot në Shqipëri. Dhe kjo vlen për të dy palët. Mund me edhe të majtë, por me që më pyet për djathtën, unë mund të them që djathta shqiptare mas 90-s ka qenë e djathtë që ka hecur në
në destabilitet dhe në të kurrje dhe zgjerime shumë të forta. Sot jemi në krizën e dytë të madhe të djathtës mas vitit 97, biles kjo është dhe më e rëndë sa ajo, se sot nuk ka asnjë alibi për çmontimin e PD-s nga një parti e madhe, një parti që duhet ta përfaqësonte djathtën në një bunker personal të njeriu. Pra sot jemi në fazë degenerative të PD-s si e djathta madhe. Dhe prandaj kanë lidhur dhe djathtat e reja. Falë që po të pres, a ka apliku apo ka të djathtën ose paktën si element politik dhe ekonomik e Partia Demokratike? Partia Demokratike ka pasur, edhe sot ka element të djathtës, natyrisht. Unë nuk jam nihilist nga natyra, por janë të çrregullta dhe mbi të gjitha janë më shumë demagogji se sa po themi praktik. Do të marr disa raste. Në vitin 92 e gjithë përpjekja e PD-s për të ushiruar Shqipërinë nga komunizmi, për të shkuar te prona private, tek ndarja e pushteteve, te një regjim kushtetues, ja ta mbaroj. Tek parlamenti që kontrollon qeverinë, pavarësisht si degradoi deri në 97-ën, ishte një përpjekje e djathtë, e qartë për të shkëputur nga një diktaturë, për shkuar te një sistemi të lutem ta mbaroj. Kur më thoni, vazhdo, kur më thoni që përpjekja e Partisë Demokratike për të shkëputur nga komunizmi, për të shkëputur Shqipërinë nga komunizmi, patjetër. Tani ku me komunista në kry dhe me me njerëz që vishin nga regjimi, nga Partia Komuniste, nga sigurimi i shtetit. Leka Toto nuk ka qenë komunist. Leka Meksi nuk kanë qenë komunist. Për një pas se po thua njerëzit. Pra PD ka pasur gjitha ngjyrat brenda. Apo Hasan Ali apo Burra Recep Puka. Nuk ka qenë kurrë majt. Njeri me formim të qartë të djathtë dhe profesionist shumë i mirë. Apo ka pas njerëz nga majta. Fatkeqësisht po. Unë kur kujtoj figura që vinin nga sistemi i drejtësisë komuniste dhe u zgjodhen në drejtues të institucioneve kushtetuese, them që PD-ja ka bërë jo gabime, ka bërë turpe. Po qari dhe qederi kanë qenë aty, këtë po them. Nuk ka pasur qartësi syçi. Pra ka qenë me hope, ka qenë kaotike dhe shpeshherë qëndrimi i pronës ka qenë kaotik. Për shembull, pronë në qytet u njohën dhe u morën. Ato që ishin të lira. Kullota Liva dhe Pyje me ligj po, faktikisht kur. Toka bujqësore është trajtuar në mënyrë të gabuar. Shumë të gabuar. Unë do të jap vetëm një shifër. Prandaj duhet më me historinë e fundit, jo të bëj historinë e gjatë PD-s. Janë lënë 33.000 dosje pa u prekur me dorë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave në vitin 2013. 33.000 dosje pa u prekur me dorë. Ndërkohë që dosje ku bëheshin dallavere të njerëzve që ishin drejtues të lartë, jo unë, sepse unë nuk i mora pronët e mia, megjithëse kam qenë sekretar i përgjithshëm i mbrojtjes dhe këshilltar kryeministri, nuk i preka kurrë dhe akoma janë në përgjigje. Për këto e kanë fajin individ caktuar që ishin lidhur me kryeministin patjetër. Shpallën non grata, ju e dini çfarë thotë në tekst. Pa korrupsion. Çështja konkrete të Partizanit që spaku ka dyshime serioze se zoti Berisha ka ndikuar në mënyrë të palishme në favor të familjes së dhëndit të tij, janë dyshime serioze, nuk po them që janë prova të padiskutueshme. Kjo i takon drejtësisë. Unë dua të rri dhe koherent me qëndrimin që kam vetë kolegët e mi në raport me drejtësinë. Së dyti, po Partia Demokratike ka aplikuar gjithmonë taksa të ulta. Dhe kjo është e djathtë, sepse i jep frymarrje tregut. Dhe këtu ne me PD nuk na dallon gjë. Ai ka dhënë frymarrje tregut? Patjetër që ka dhënë. Edhe vitin 97, edhe vitin 2005-2013. Si duke uzurpu pronat e të tjerë. Edhe një herë, tregu të lirë po flas një herë, duke ulur taksat i lë më shumë para në xhep biznesit sipërmarrjes dhe jo shtetit. Tash, por çka ka treguar? Taksa shesh ka qenë një sukses i madh për mendimin tim. Patjetër. Privatizimet masive janë një pikpyetje e madhe, sepse në shkollë në atë kohë, shkolla Chicagos, që ishte edhe vali intelektual në gjithë lindjen, e çoi të gjithë të djathtën opozitën e re drejt privatizimeve masive. Ai ishte gabim të terapia shokut që fatkeqësisht ngeli Gramos Pashkos, miku ton. Për mua, liberalët mas vitit 90 morën super xhiro dhe imponuan këto politika gjithë botës. Dhe më shumë ka qenë ndikimi huaj, në kuptimin pozitiv, jo se unë nisem për keq, por fakti tregoi që ne zerruam trashëgimin e lodhur patjetër. Trashëgimin jo të frytshme të industrisë së kaluar, por mund të ishte trajtuar ndryshe. Mbase më ndryshe, pra mund të ishin reformuar një pjesë ndërmarrja e udhëzinave. Këtë e them sot mbas 34 vitesh që edhe unë personalisht kam reflektuar nga liberalizmi ekonomik ekstrem që unë kam përfaqësuar me Çilin e këta në Gramozin, se kemi qenë grupi liberal, të mbani mend, që nuk i dallon nga konservatorët e tregu, i dallon në gjëra të tjera, aty ku jam sot. Me sa duket çdo gjë vjen me marrësi. Liberalizmi i tregut është edhe në botë sot. Shikoj, konservatorët e liberalët bien dakord për lirinë individuale,
bien dakord plotësisht për tregun e lirë, bien dakord për ndarjen e pushteteve, për liritë politike, ekonomike, disa gjëra i ndajnë. Këto janë principe që ka edhe republikanët dhe demokratët në Amerikë. Domethënë këtu nuk lëvizin. Por ku dallojnë? Dallojnë te komunitarizmi, konservatorët janë komunitaristë. Duan të ruajnë traditën, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Duan të mbrojnë atë që e prodhon jetën, familjen, sepse vetëm përmes familjes mund të mbrosh komunitetin, numrat e komunitetit, vazhdimsinë e jetës, edhe kombin e shtetin tënd, nëse e majta sot që është e majta demokrate e globaliste, është individualiste. Konservatorët janë për përgjegjësinë në raport të drejtë me lirinë, jo vetëm liri, përgjegjësi dhe liri. Dhe nga kjo pikpamje, unë që vitin 2016 kam propozuar Partisë Demokratike rrugtimin konservator. Konservatorizëm modern, nuk po flasim për kurorën dhe për skeptrin, nuk flasim për monarkinë para 200 vitesh, po flasim për konservatorizëm nga revolucioni amerikan mbrapa, nga revolucioni industrial, që theti me drejtë angleze mbrapa. Në këtë pikpamje gjeta refuzim të madh, më përplasën deri në fytyrë, duke vazhduar me të njëjtën linjë ultraliberale që nuk e dallonte më nga Rama. Dhe një nga problemet që ka PD-ja, që kishte se nuk më intereson me kjo punë, tani jam vetë në skenë për të përvojësuar djatën me miqtë e mi, është PS-n me PD-n sot nuk e dallon pothuajse asgjë. Në komunikim publik, në mënyrë pikpamje që kanë, në raport me shumë gjëra. Për shembull, e keni vënë re që të dy palët janë parti kryetarësh. Kush respekton lirinë e individit, lirinë e fjalës, të drejtën e garës, të votës? Asnjë nga parti. Kjo se jam gabim, kjo është kultura jona, po tash. Edhe partitë e vogla kanë një mikrobuz me parti dhe kryetari nuk lëviz vende. Domethënë ne kemi një krizë që vjen nga kultura jon, autokratike, që kemi pas gjatë gjithë historisë tonë dhe se ne mrena familjes nuk kemi pas. Kemi pas demokraci. Kur ne morëm vendimin për të mos pasur kryetar, jemi vetëm parti pa kryetar, drejtojmë në mënyrë kolegjiale. Për të dhënë dhe një mesazh njerëzve që ne jemi serioz në këtë betejë që kemi bërë për demokracinë. Po flas për përgjithësimin. Historitë e partive, po, dakord jam me këtë, po problemi e historitë e partive tona të kanë një zyrë, një çelëse nuk e shtojnë. Jo, nuk ka qenë kot Fotosnanos kështu. Edhe me Sali Berish, të lutem. Derisa ndodhi Gërdeci, PD-ja funksiononte ndryshe. Tash nuk mendoj që ti e di më mirë se që bën Gramozit 91-shin, 92-shin. Edhe një herë, flas për periudhën e dytë. Po tash demokraci nuk ka pas parti demokratike. Në vitet, po të themi përgjithësi plot. Unë jam këtyre vitin 2003 PD. Po fal, se ti e njeh shumë mirë, po ta marrësh, po fjalimi i Gramozit në 92-shin. Në sallën e operës është briljante edhe sot. Është sot aktuali, çka ka thënë Gramozi në 92-shin? Po të fola për 95-ën gjë, nuk po të flas për atë. Se 96-ën i fluturonin Çelsat kokës Gensrulit në Këshillin Kombëtar. Po pra. Është dhe këtu. Po. Me dim shumë mirë. Po flas për periudhën e fundit. Në vitet 2000, mbas 2001 deri në vitin 2008-2009, derisa u shkuat listat e mbyllura, PD-ja prapë funksiononte. Pra ishte institucionale, mblidhe kryesia, ka pas debate, Këshilli Kombëtar, vendoseshin kandidaturat me debat hapur dhe merrej parasysh dhe mendimi i degëve të PD-s. Patjetër, këto po ta them se kam qenë aty. Mbas vitit 2009 PD-ja nisi. 2008 agroposi pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Mbas Gërdecit këtu ka ndodhur një traumë shumë e madhe demokratike. Kjo i solli ndryshime kushtetuese që ta bënin kryeministin mbret, e gëzoi Berisha 6 vjet tani, po e gëzon ky 12. U mbyllën listat për të bërë bunker e partit dhe të dy palët i pastruan partinë nga njerëzit që kanë edhe nivelin e parlamentit, administratës dhe gjitha. Shikoni vetë, s'ka nevojë çata. Jam plotësisht dakord me të. Si mendoni, është gjendje kritike. Si mendoni ju se mund dilet nga kjo gjendje? Kur këto dy parti prapë kanë fuqi. Kanë fuqi relative. Nuk kanë më fuqinë që kanë pasur. Shoqëria reflekton, nuk kemi vetëm ne të dy të mençur këtu që kemi kuptuar që Shqipëria është në krizë, kanë kuptuar me qindra mijëra shqiptarë. Këtë padyshim fare. Këtë ta them jo vetëm nga perceptimi i përditshëm, kam edhe nga fushata. Unë kam fatin që të kandidoj në Vlorë në vendin ku e merr vesh më shpejt se kudo tjetër se çfarë mendojnë njerëzit. Vlora është impulsive, është drejt për drejt, e sinqertë dhe ndonjëherë edhe me teprisë, e kemi atë karakter, flasë për veten time të parë. Por është e sigurt që masa gri, siç e ka arritur të paktën 30% në votë, edhe në perceptim. Po do votoj masa gri. Masa gri flas do hedhin votën kuti, patjetër. Mendoni se do të ndryshojë gjithë? Unë jam i bindur, s'ka kjerën politike. Shiko, unë kam fatin që komunikoj me dy palët, sepse duke qenë se kam qenë kritik shumë i ashpër me Berishën dhe me Bashën dhe të majtët komunikojnë më lirshëm me mua se partitë tjetra. Siç me Qorin flas është i majt, por unë jo se jam i majt, jam i djathtë, po që më pranojnë për të arsye të bisedojnë.
Ne ma thonë gjithmonë e treguar burri, treguar kurajos. Po në fakt, çfarë reflekton kjo? Kjo reflekton pamundësinë e shumë njerëzve brenda PS-s për të rebeluar kundër Ramës. Dhe unë kam parë dhe personazhe që u mungon. Që kanë dëshiruar brenda PS-s, por kam thënë nuk do ndihmoj dot se nuk është çështja ime kriza PS-s. Unë kam për detyrë të përfaqësoj një të djathtë që nuk është në Partitë Demokratike. Por nga kjo kuptoj, nga komunikimi, që një masë e rëndësishme e socializmit duan të ndëshkojnë sot mënyrën arrogante dhe harbute me cilën po drejtohet qeveria një, qeverisja në gjithë nivelet dhe Partia Socialiste 2. Dhe rezultati me 11 maj do jetë në masën 99%, po ta them sot, asnjëra nga partitë e mëdha nuk do bëj dot majorancë vetme. Dhe kjo është një arritje e madhe për sistemin politik dhe për parlamentarizmin shqiptar dhe për kontrollin e qeverisjes nesër. Arrogancën e një qeverie mos e sjell edhe fusha bosh e opozitës. Po mbushet. Ku kemi të bëjmë një opozitë që doli nga parlamenti. Nuk është më opozitë. Jemi ne tani. Ajo është opozita e dytë faktikisht. Pse? Po ajo është e dyta. Pse kanë me tapia ata opozitarisë? Dakor, unë ku ta gjej të futem, po problemi është që mendon sepse nuk është terreni, jam dakord unë për të terreni, a do sjelli që të futet një grupim i ri, që të paktën të hyjë si pyet në parlament? Është sigurt të hyjë. Okej. Unë këtë dalloj, për këtë po të flisja. Tash kush janë pritshmëritë e juaja të koalicionit tuaj për këtë zgjedhje dhe unë besoj minimumi i deputetëve që është projeksioni im dhe personal, se tash ka një problem. Ne ndryshe nga partitë e tjera të vogla jemi njerëz me eksperiencë, unë Keledi, Kthupi, Dashi, Ekrem Spaja, Ibsen Elezi, Eriselta, Fiera, Gronda Plani. Edhe jemi figura që njihemi. Ben Musha, jo, po kemi po se kemi eksperiencë njihemi, kemi vite në pjatën politike, kemi bërë betejat tona brenda PD-s edhe për ta reformuar dhe gara në emër të PD-s me kundërshtarët. Unë hera fundit që kam drejtuar një fushat ka qenë në fitoria në Selenis në vitin 2015. E vetmja bashki që fituan qarkun vlor në sa vito, 12. U fitua dhe i marrë me Fredi Belerin dhe humë prapë. Është një skandal. Fatkesisht, unë dhe Fredi jemi fitues të fundit. Por unë nuk fitova me Omonin. Një figurë grek që lufton kundër territorit shqiptar dhe një që lufton për territorin. Unë nuk fitova me Omonin, unë fitova si patriot që e kam origjinën dhe kandidati patjetër për Prem Shameti dhe me gjithë ekipi që punuan bëmi punë shkëlqyer dhe dha modelin se si BDA mund të rigjenerohet. Këtë model ta e morën e grisën e shkatruan 2017 Lulzim Basha, Sali Berisha dhe gjithë enturazhi servilëve tyre që sot çuditërisht i ke prapë në krah doktorit. Pra këtu ka ndryshuar zyra ku falen servilët në PD. Pra modeli degraduar i funksionit partisë. Kjo gjitha partitë. Dhe kjo ka degraduar edhe politikën, ka degraduar edhe administratën. Më fal, po të bëjmë pyetje. Mbas 12 vjetësh, e zëm se është qeverisur mirë. Po në gjë keq është bërë këtë qeveri? Pa dyshim. Po si s'doli i burrë dhe i gruan pas të thotë gjysmë fjalë? Po si s'del një PD që ti thotë se sinaf. Mirë, po them ka këtë gjë sot. O kanë dalë PD. Po mjaftojmë ne mos e kur jemi pushtet është ndryshe pozicioni. Jo, pse në 2007 17 deputet votuan kundër ndryshimit kushtetuese. Ne ke gabim. Pse 17 deputet kërkuan Bamir Topin kundër protestantë, Çim Babasi, Gazoketa, Dash Sula, kanë qenë Bujar Leska. Bujari që sot nuk bën betejë brenda partisë, më ka zgënjur në kuptimin si mik që e kam. Në 2007 ka treguar burri, ka votuar kundër Sali Berishës. Por çfarë ka zgënjur Bujari me daljen e tij? Nuk do të plasë se jemi dhe rival, nuk ka lidhje me atë, kisha sens pozitiv. Pra, pse se është përkeqësuar dhe konteksti. Pra, guxo ta bësh prapë sot. Nuk kemi deputet. Kurse atëherë duhet qenë majoritar, këta menduan se kishin mundësi që rebelimi i tyre të jepte efekt për kontrollin e PD-s. Çfarë bëri? I fshiu gjithë pasi bëri listat e mbyllura. Ajo ka qenë beteja fundit para kësaj që kemi nisur në 2017 brenda partisë. Në këto 3 mandate, kjo qeveria ka bënë një punë të mirë? Se je dakord, po të mirë. Nuk ka asnjë qeveri në botë që nuk bën një punë të mirë. Patjetër. Fakti nuk je mohus për gjë. Unë s'kam qenë kurrë mohus, as me shiko. Çfarë do të numërosh se 3 punë të mira që ka bërë kjo qeveri? Shiko, e para besoj që rilindja urbane ka qenë një përpjekje pozitive. Por se mendoj që turizmi nuk është sektori ku do të mbështetet kryesisht ekonomia. Unë jam më shumë për të prodhimi, patjetër. Ekonomia prodhuese e çon ekonominë para. Megjithatë, ka qenë. Po në shtetin e vogël kemi mundësi prodhimi. Patjetër që kemi mundësi. Qytet fshati, bujësia e blegturit që janë shkatruar fare. Dhe këtu ka një minus Rama. Janë shkatruar nga kjo qeveri apo ka qenë vazhdimsi kjo? Po, nga kjo qeveri. Ja, po ka qenë vazhdimsi se një njëjtë situatë ka qenë edhe në kohë të Partisë Demokratike. Ka ardhur gjithmonë në rritje. Okej, dakor. Mos insisto për gjëra që unë kam
Dakor, dhe statistika. Sot 8% e mishit në Shqipëri importohet turpi madh. Një vend që blegtoria ka pas. Partisë Demokratike ka qenë importu. Ka qenë bo problem për ullet hungareze e miqi Argentinës. Në masë nuk jam gjendje ta them. 2 herë më shumë është prodhuar. Sa ato 10 milion rrengulli Kuba. Gjatë kohës tonë. Tash i Berishës thuaj çfarë duash, infrastruktura, bujësia, ulja taksave, shkurtimi i procedurave administrative, kanë qenë fitore nga qeverisë Berishës. Duhet të jemi realist. Për ato që ndodhen, si janari, gërdeci, korrupsioni lokal, po edhe qendror, gërryen PD. Prandaj Sali Berisha nuk duhet dilte më të kthej për kryetar partie, mbasi hoqi Lulin që e mbante vetëm me shpatulla. Dhe kjo që edhe hipokrizia dhe gënjeshtra më e madhe që ndodhet PD, dhe kjo e ka shkatruar PD. Hipokrizia e ka shkatruar atë parti. Ne njerëzit e kuptojnë, prandaj nuk e votojnë. Si e shihni fatin e Berishës pas kryezjetëve? Që nuk fiton. Berisha e ka mbyllur ciklin politik. Shiko, diskutosh më për PD-n e Berishës është gabim për mua, sepse nuk rritet më shifra. Këtu problemi është do arrit do të Rama të marrë 7 mandate, unë besoj që e ka të pamundur. Atë në qëse nuk me 70 mandate dhe do të ketë nevojë për koalicion. Grupimi juaj do shkonte në koalicion? Po jo, mund të ketë edhe PD-ja nevojë për 17 mandate. Ne kemi thënë që ne bëjmë koalicion vetëm me PD-n pas Sali Berishën kandidat për kryeminist. Pas Sali Berishën kandidat. Po kjo është e sigurt dhe duhet bie. Nëse ai insiston që të jetë kryeminist? Le të bashkohet me Ramën po do. Se unë me Ramën nuk bashkohem. Po ai me Ramën është. Gjithë mëkatet e këtyre viteve bashkë kanë bërë. Nuk kanë. Po Luli mendoni se ka pas ndonjë marrëveshje me Ramën? Luli se di as vetë se çfarë bën. Po të pyesësh Luli çfarë mendon për ato që bën, ti je i sigurt që Luli nuk di çfarë bën. Fatkeqësisht i kam dhënë 2 mundësi atë njeriu edhe unë personalisht. Në 2013 tani dhash prapë para 2 vjetësh. Unë uroj që të merrni mandatin e deputetit, po nëse Kulluri nuk merr mandatin e deputetit, çfarë do të merret? Do të vazhdoj politikën? Është sigurt që me voleyboll nuk do merrem dot më, se më ka kaluar mosha, kam lënë 21 vjeç edhe nuk vazhdohet më. Kam shumë gjëra për të marrë. Kam për të rritur djalin, për të edukuar, se kam 8 vjeç. Po ja flas me politikë, do vazhdoni të këmbgulni në politikë? Çka ta shohim ç'do ndodhi, po besoj që kam shumë bindje që do morosh nda 12 mëngjes për mandatin. Shiko, Vlora shumë inteligjente dhe kurajoze dhe Vlora besoj këtë që kam bërë unë dhe kolegët e mi e vlerëson shumë. Dhe këtë e dalloj për ditë takime. E kam ditur që do pritesha mirë, se nuk jam shkëputur në herë politikisht nga Vlora. Ti do ta dish, unë banoj një pjesë kohës në Vlora. Ne si familje kemi ndërtuar shtëpitë e vjetra tona në Dukat. Ashtu siç në zonën e Lumit Vlorës ku jam nip, në Smoktinë, në shumë fshatra të tjerë, në Veç, unë vazhdoj mbaj kontakte me njerëzit e mi, me miq, me rreth miqësor dhe strukturat e PD-s që kam krijuar të marrëdhënie prej shumë vite elektorat, po dhe shumë të majt janë miq, familjar të mit, shok të mit, kushuri të mit, sepse janë shqiptarët tanë. Unë nuk e kam konceptuar politikën si luftë civile, kur asnjë. Janë rival, dua ti mund. Një pyetje, dje keni qenë në atë zonë si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës. Para ca vitesh. Po, para ca vitesh. Pastaj ose Partia Demokratike Berisha se Basha s'ka qenë realisht, po. Kjo tashmë është e qartë. Basha ka qenë një kukull atë, një toj që e përdorte Berisha nga poshtë. Edhe nuk e di ç'mendoni ju, po unë mendoj që nuk mund të ketë një politikan më disaster se ai. Të rrit 12 vjet në pushtet, mos bëj asgjë, nuk e prish punën. Dakor. Nuk e ndihmojmë dot. Ja, për tani mos e. Por them, tash që ju shkoni në atë zonë, a ka ndonjë konflikt me njerëzit e asaj zone, domethënë që ju ato kanë qenë me PD-n deri sa keni shku dhe ju keni luftuar për PD. Një pjesë kanë mbetur në PD, një pjesë kanë ardhur këtej. Është çfarë elektorati gjatë në gjysmë. Që është çfarë, po pjesa më e madhe janë me PD-n sot atje apo kanë ardhur? Patjetër që PD në raport me, shiko, unë nuk kam hyrë atje për të marrë përfituar zgjedhjet, kam hyrë për të përfaqësuar në parlament. Kam hyrë për të marrë një mandat, po besoj partitë e reja do marrin më shumë se një mandat në Lorë, do marrin edhe 2. Edhe në Fierdin, në Shkodër, në Durrës, në Elbasan, qashtë e mëdha, partitë e mëdha janë në Tirana është sa mbetës, është mbi 2 pastaj, është mbi 5. Për mua. Të gjithë partitë e vogla. Kjo është pyetja e fundit. Si shikoni dhe çfarë roli mund të luajnë nëse se marrin një numër të caktuar që rol kontrollues me parlamentin, me qeverinë ashme, kjo është shumë e rëndësishme. Sa deputet duhen që të keni një rol kontrollues? Një deputet për mos bërë 71 qeverinë asnjëri. Kaq mjafton një deputet. Po nëse Rama do të marrë 74. Se Rama do të marrë 74.
Besoj të gjitha partitë e reja do i ketë përballë. Mua po, Angeleri, Ndashin. Do ketë një pamje tjetër parlamenti. Do ketë një opozitë tjetër, po unë besoj që do ketë një qeverisje më kontrolluar dhe më të mirë për shqiptarët. Besoj që vendi do shkojë te qeverisja koalicioni. Me Ramën apo me PS-n apo do të kemi qatë një gjë. Por në 7 mandate as Rama as Berisha nuk janë më kryeministë. Asnjë parti e re nuk do pranojë me Ramën dhe Berishën kryeministë. Kjo është e sigurt. PS-ja mund të prodhojë një figurë tjetër, le të merrem vesh me ato parti që janë të majta që mund të bashkëpunojnë me ta. Unë nuk bashkëpunoj me PS. Ne do bashkëpunojmë me PD në qeverisje vetëm nëse do bijmë dakord me konsensus që mos jetë doktori kandidat për kryeministë, as doktori numër 2 që është Flamuri. Se ka vlerat në edhe Flamuri. Tash, nëse do të drejtoni diçka qytetarëve, kamera është atje. Unë vetëm një gjë kam për të thënë, që ky është një moment historik dhe është një referendum për demokraci apo autokraci, për kryetarokraci apo për parlament, për debat, për kontroll qeverisjes, për qeverisje lokale, për pronë private dhe për shumë nevoja të mëdha që ka ky vend. Fatkeqësisht, prap mbas 34 vitesh kthehemi te njëjti debat. Duam demokraci apo duam autokraci? Vota për partitë e reja, vota për djathtas për ndryshim, është një vot për të shpëtuar sistemin dhe interesin publik. 9. Zoti Kulluri, faleminderit. Ilir, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që të isha në studion tënd, të uroj suksese në hapat e para. Nuk është era e fundit që do të vish. Besoj se po, edhe si gjithmonë mbetemi miq. Faleminderit. Faleminderit juve.